Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzieni limon me vaj ulliri dhe do shpëtoni nga kjo sëmundje që mundon të gjithë shqiptarët. Në shumicën e rasteve, gurët në veshka zakonisht janë të vështira për të identifikuar. Ndjejmë një dhimbje të lehtë, por jo domosdoshmërisht mendojmë për gurin në veshka. Kjo do të thotë që gurët e vegjël janë akoma në nivelin e legenit renal, sapo i afrohen uretrës ose fshikëzës, dhimbja fillon që të shfaqet. Ky ilaç me limon dhe njëkohësisht me vaj ulliri lehtëson këto dhimbje dhe gjithashtu parandalon edhe përkeqësimin e gurit duke hequr qafe këta gur të vegjël. Pse limon dhe vaj ulliri? Limoni ndihmon gjithashtu në minimizimin e formimit të gurëve në veshka dhe vaj ullirit vepron si një qetësues i dhimbjeve për lehtësim. Sipas një studimi të kryer nga Dr. Roger dhe drejtori i qendrës, me 2 litra ujë në ditë, ju do të ulni shkallën e formimit të gurëve në veshka. Në të vërtetë, doktori këmbgul në përfitimet e limonit kur bëhet fjalë për veshkat. Ky frut agrum, i pasur me citrat, është një frenues natyral i gurëve në veshka. Një studim i dytë i kryer nga shkencëtarët demonstron se vaji i ullirit përmban oleokantal, i cili ka veti antiinflamatore të ngjashme me ibuprofen. Ja përbërja e cila do të largojë gurët në veshka sipas doktorit të njohur. Përbërësit janë 100 ml lëng organik molle, 100 ml vaj ulliri i pastër, 100 ml lëng limoni. Metoda e përgatitjes: përzieni të gjithë përbërësit dhe vendoseni në një enqelçi. Për 6 ditë, pini këtë ilaç rregullisht duke u kujdesur që të mos merrni më shumë se 50 ml kur të zgjoheni dhe sigurisht duhet gjithmonë ta tundni mirë përpara se ta pini këtë përzierje. Prej vitesh njerëzit e kanë përdorur kurën natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe të trupit. Kjo kurë, e cila konsumohet ese në mëngjes, është një alternativë shumë e mirë për të patur një shëndet optimal. Mjafton të shtrydhni një limon dhe ta përzieni me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe sigurisht ta pini atë rregullisht. Përfitimet e kurës me vaj ulliri dhe limon. Përzierja mes vajit të ullirit me limon është ideale për të pastruar të gjithë trupin tuaj. Nga ana tjetër, ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit që të funksionojë në mënyrë perfekte. Mbrojtje për zemrën. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kështu edhe kolesterolin e keq. Vaji i ullirit nga ana tjetër largon edhe inflamacionin dhe e pajis trupin tuaj me vitamina. Kundër kolesterolit, vaji i ullirit nga ana tjetër ka përfitime të jashtëzakonshme si një kurë natyrale për të ulur nivelet e larta të kolesterolit. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Në qoftë se ju e pini këtë lëng rregullisht, sidomos me stomakun bosh, atëherë ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo kurë gjithashtu njihet edhe si lëngu i artë. Kundër konstipacionit, vaji i ullirit ka një efekt laksativ, sidomos kur ai konsumohet me stomakun bosh. Kjo kurë natyrale zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë, kur organizmi juaj mbushet plot me toksina, fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen pikërisht vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetjen dhe në funksionin e mëlçisë.
duke e konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në një mënyrë të rregullt, atëherë ju do të përmirësoni shëndetin tuaj të mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri rekomandohet për problemet të cilat lidhen pikërisht me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri gjithashtu mundet që të ulë nivelin e aciditetit tuaj në stomak. Lëkura, flokët dhe thonjt. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është një kurë tërësisht ideale për njerëzit të cilët kanë thonjë të brisht dhe çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng është gjithashtu i pasur edhe me antioksidant të cilët luftojnë shenjat e moshës dhe gjithashtu munden që të parandalojnë rrudhat dhe njollat në lëkurë. Vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbogtin në lëkurë duke e masazhuar atë përpara larjes. Vaji i ulliri, mjaltë dhe limon. Përfitime të shumta shëndetësore të cilat vijnë pikërisht nga kombinimi i vajit të ullirit, mjaltit dhe limonit janë tërësisht efektive. Këto produkte të konsumuara gjerësisht në traditën shqiptare janë mjaft të dobishme në përkujdesje natyrale ndaj shëndetit. Vaji i ullirit përmban gjithashtu sasi domethënëse të yndyrave të quajtura të mira dhe gjithashtu të acidit oleik, duke ndihmuar kështu në paksimin e shfaqjes të sëmundjeve koronare. Sipas ekspertëve, ai përmban antioksidantë dhe ushqyes të cilët luftojnë inflamacionin dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, ngadalësimin e plakës dhe largimin e radikaleve të lira. Mjalti është një ushqim natyralisht i ëmbël që i jep shëndetit ton shumë përfitime. Përmbajtja e lartë e sheqerit është një burim i shkëlqyer i energjisë së shëndetshme. Mjalti gjithashtu lufton bakteret dhe inflamacionin, por edhe shërben si antibiotik dhe antiseptik. Për më tepër, ai luan edhe një rol tepër qetësues. Lëngu i limonit përmban vitaminën C, acid citrik dhe gjithashtu kalcium, magnez, bioflavonoid, pektin dhe limonen, të cilët së bashku forcojnë sistemin imunitar dhe e mbrojnë atë nga infeksionet. Lëngu i limonit është ideal për detoksifikimin dhe pastrimin e organizmit. Ai hollon gjakun dhe është efikas kundër viruseve dhe baktereve. Ekspertët shprehen se kombinimi i vajit të ullirit, mjaltit dhe limonit është përdorur edhe në kultura të lashta për shkak të vlerave të shëndetshme dhe gjallëruese. Ky kombinim forcon sistemin imunitar, e rregullon atë të tretës, pastron enët e gjakut dhe përmirëson funksionin e mëlçisë, lëkurën dhe pakson rrudhat. Një luggjelle në ditë të kësaj kure natyrale me stomakun bosh rekomandohet të konsumohet herët në mëngjes për gjatë një muaji. Kjo dozë mund të përsëritet sërish pas 6 muajsh. Përbërësit janë një gotë me lëng limoni, 180 gram mjalt, 4 luggjelle me vaj ulliri të pastër. Shtrydhni 3 deri në 4 limon dhe hidheni lëngun në një kavanos qelçi. Shtoni mjaltin dhe vajin e ullirit dhe përzieni me një lugë druri derisa të formohet një lëng i njëtrajtshëm. Mbylleni kavanozin dhe futeni në frigorifer. Mirë po para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer atë. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.